5 qershori shënon 105 vjetorin e fillimit të luftës së Vlorës, një vit i ngjarjeve të mëdha për Vlorën dhe për kombin shqiptar. Lufta e vitit 1920 ishte një moment shumë i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë. Historiani i njohur Skënder Spahiu flet për këto ngjarje të rëndësishme, si dhe për momentet më pikante për luftën e Vlorës. Sot është 105 vjetori i fillimit të luftës së Vlorës ose luftës së vitit 1920. Është një vit i ngjarjeve shumë të mëdha, por jo vetëm për Vlorën, por edhe për gjithë kombin shqiptar. E them këtë sepse në fund janarit të këtij viti u mblodh Kongresi i Lushnjës, i cili formoi qeverinë shqiptare dhe më pas kjo qeveri u vendos në Tiranë dhe në këtë vit Tirana shpallet në fillim të shkurtit kryeqyteti i vendit tonë. Më datë 29 maj të këtij viti, burrat e Vlorës, rreth 200 burra u mblodhën në Barçalla mbi Dukat dhe vendosën që të largonin pushtuesit italianë, të cilët kishin mbronin Vlorën, Himarën dhe rrethinat e Vlorës, gjithë lumin e Vlorës, e quanin pjesë të protektoratit të Italisë. Ky vendim i marrë në Barçalla dhe në Beun, pas u çua dhe ultimatumi te Piacentini nga Selim Mallkeqi, i cili kërkonte largimin e italianëve nga Vlora. Ishte akumuluar një urrëtie, sepse në vitin 1919 nuk u lejuan vlonjatët të festonin 9 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, dhe kjo lloj urrëtie dhe pushtimi dhe robërimi u shfaq hapur në 5 qershor në fillimet e veprimeve ushtarake në 2 fronte të mëdha, përgjatë lumit të Vlorës dhe përgjatë Himarës dhe Llogaras, kundër 2 batalioneve italiane që ishin vendosur në disa pika dominuese të qytetit të Vlorës, në Kanin, në Drashovicë, në Panaja dhe të tjera, dhe kjo luftë ishte një luftë e pabarabartë. Vlonjatët, por dhe të tjerë pjesëmarrës në luftën e Vlorës nga Gjirokastra, nga Berati, nga Korça, të ardhur dhe shoqëria Vatra nga Bostoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo banda frymore e Elbasanit e të tjera, ishin një unifikim i shqiptarëve për të shtruar Vlorën dhe rrethinat e Vlorës dhe për të bashkuar Vlora qeverisë shqiptare në atë kohë, të zgjedhur në Kongresin e Durrësit që kryesoi nga Sulejman Delvina. Edhe Sulejman Delvina nëpërmjet veprimeve të tija ka ndihmuar të gjitha pjesëmarrës në luftën e Vlorës, sepse mungonte armatimi, mungonin elementët fillestar të zhvillimeve të veprimeve luftarake, dhe më datën 3 shtator të këtij viti përfundon lufta e 1920-s, italianët largohen nga qyteti i Vlorës, qeveria e përkohshme e Vlorës e kryesuar nga Osman Haxhiu dhe të gjithë Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare e dorëzuan Vlorën qeverisë shqiptare të asaj kohe të kryesuar nga Sulejman Delvina. Kjo është një epopë e lavdishme, jo vetëm e Vlorës, por e gjithë kombit shqiptar, për pavarësi dhe për liri që dëshmohet edhe më pas edhe në luftën e dytë botërore, e cila është një epopë vërtet e shndritur për kombin tonë. Me rastin e 105 vjetorit të luftës së Vlorës, në Muzeun e Historisë që drejtohet nga Bashkia e Vlorës është çelur dhe një ekspozit fotografike me fakte interesante nga këto ngjarje. Një retrospektiv e veprimeve ushtarake, e pjesëmarrësve të çetave të armatosura, të ardhur nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm të Vlorës, por edhe një panoramë e komisionit që dorëzon Vlorën, Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, kryesuar nga Osman Haxhiu, të formacioneve, por dhe festa e vlonjatëve datën 4 shtator, ditën e sqarimit të Vlorës nga pushtuesit italianë. Kjo është një ekspozitë e cila do qëndrojë hapur deri në fund të muajit korrik dhe presim të vizitohet nga kategori të ndryshme vizitorësh që vizitojnë muzeet e qytetit të Vlorës në varësi të bashkisë. Lufta e Vlorës ishte një luftë e armatosur e popullit shqiptar për çlirimin e krajinës së Vlorës nga pushtuesit italian dhe për bashkimin e saj administrativ me pjesën tjetër të Shqipërisë. Forcat italiane ishin vendosur në Vlorë gjatë luftës së parë botërore. Lufta e Vlorës nisi më 5 qershor 1920 dhe u zhvillua në mënyrë frontale. Më 3 shtator 1920, forcat shqiptare hynë triumfalisht në qytetin e Vlorës për ta zbrazur nga trupat pushtuese. Bashkë me krahinën e Vlorës, qeveria italiane u detyrua të tërhiqte garnizonet ushtarake edhe nga Saranda, Durrësi si dhe Shëngjini.